se ti... Po nuk është tek spaku, pra. Jo, është ke spaku. Është ke spaku, sepse kush është... Pse tashja e ka spaku këtë të Belinda Vallukut? Po. Pse nuk e pas ka për Berishën? Pra, unë prap ngull këmbë se segmentet të spakut janë në nëhyqmin e Berishës ku i ka kap. A si i pagu, a çfarë bo Berisha atë e di Berisha me ato që ashtu. Po që kemi një double standard në këtë rast, këtë e thënë gjithë. Dhe në anën tjetër e thatë në të drejtë, që kanë arrestu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 20, 30 nga opozita. Dhe ke 3 njerëz që janë në akuzë, po nuk janë arrestu. Është arrestu Ilir Meta? Po Ilir Meta nuk është i majtë Allah, nuk është i djathtë. Po që si ka është nga opozita, se Berisha është i djathtë? Jo, këtu të djathtë nuk ka, e kemi diskutuar, ku ka djathtë tu. Bile se djathtë është më e majtë. Ndoshta është Iliri më i djathtë. Këtu nuk ka të majtë të djathtë. Këtu ka që i vjedhë me dorën e majtë e vjedhë me dorën e djathtë. Se s'ka këtu ideologjie, principe politike, lene atë. Tash problemi është që këtu ka një double standard mendojnë. Dhe ky double standard vëm pikpyetje shumë gjona. Po pse ka double standard? Po kamër dha se nuk është e njëjta, nuk është e njëjta. Fatmir Mediu, përse nuk i bllokohet pasaporta? Është për një ngjarje, Gërdeci është ngjarja më e rëndë, u pren lajmet në gjithë botën. Un kam qenë në Amerikë, dhe u pren lajmet CNN gjitha thanë ja bllokoi pasaportën Berishës. Ja bllokoi spakun. Ora e ka pasaportën sot ai tash to do i ja ktheu apelin më. Po pra se ka apelin ka. Spaku e ndoqi standardin. Po apeli sepse shikoj, jo të gjitha hallkat e gjyqësorit janë njësoj. Apeli po të shohësh ti. Po pra apeli mirë pas ka apelin. E njëjta gjykatë. Që herë vulën Alibet, një herë ja vulën Sali Berishës. Për një dhe gjukat, me tjetët prova për tjetët çështje. Në dhe si mu të gjukoj një dhe gjukat 2 herë ndryshe. Pra sigurisht që ka sa dush probleme të ke gjukat në lartë. Deshe në zorën, për po tjetë për atë gati janë me nëzirë Erjoveli nga burgu. Gjukata kushtetuese. Mori vendim që nuk ka drejt Kryeministri i Shqipërisë thot me Këshillin Bashkiak të shkarkoj kur. Po e vërtetë është. Po si Po s'ka drejt, edhe Këshilli. Po pse s'ka drejt, është me ligj, është me ligj. Jo më zotëni, është i zgjedh. Është i zgjedh zotëni. Ore, një gjë mos u merr personale, nëse nuk e dim çka po velia, me ligj nuk ke drejt ta shkarkosh. Po si bidë domthonjë që kushtetuta. Nuk ke drejt ta shkarkosh. Kushtetuta para shikon. E thot Barmi Zez, kushtetuta vetëm kur ka. Kushtetuta sipas gjykatës kushtetuese do të thotë që ti po zgjodhe në fillim. Vetëm marr rastin supozoj gjë. Deli roveria me kubure mbres. Ditën e parë të punës, vret Këshillin Bashkiak. Bam. Po vetëm në rast se flagrante thot, kush s'ka bora flagrant.